kryetari në detyrë i Prishtinës dhe kandidatë tashmë në balotazh për mandat të dytë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama, ka marrë pjesë dje në protestën e organizuar nga veteranët në mbështetje të ish ushtarëve të UÇK-s dhe kundër gjykatës speciale, i shoqëruar edhe nga djali i ish presidentit Hashim Thaçi, Ramash je i buzëqeshur, ndërsa në shkrimin e tij në Facebook ai shkroi se sheshi i Tiranës ka një zë. Sot ky shesh frymon me gjakun dhe nderin e të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë tonë. Sot ky shesh është zemra e kombit që rreh me një ritëm të vetëm, ritmin e dinjitetit, të kujtesës dhe të krenarisë. Në këtë shesh, përkulemi me mirënjohje para atyre që rroken pushkën për nder, për tokë, për gjuhë. Sot jemi bashkë për t'i dhënë zë asaj të vërtetej që s'mund të heshtet, se lufta jonë ishte e drejtë, e pastër, çlirimtare, se gjaku i djemve e vajzave të UÇK-s është themeli i shtetit të Kosovës dhe forca e gjallë e qenies shqiptare në Ballkan. Nga ky shesh, le të ngrihemi një zë i vetëm, nder për luftëtarët e lirisë, krenari për bijtë e kombit, drejtësi për çlirimtarët, ka shkruar Rama. Ndaj pjesëmarrjes së këtij ka reaguar analisti nga Shqipëria Mila Imnela, i cili fotografinë e tij në proteste cilëson si foto që flet sa 1000 fjalë. Tutja i shkroi se kujt do të ja merrte mendja se LDK-ja e Ibrahim Rrugovës bie në llom kaq poshtë.